Rinia është krau I forcës dhe I zgjuarësisë së një kombi. Pa formimin e shëndosh të së cilës, një shoqëri mund të konsiderohet pa të ardhme. Edukimi I brezit të ri është një fuqi premtuese për të ardhmen e një vendi. I riu, kudo merr një vëmendje të veçantë, duke u konsideruar si një frymë e re që sjell gjithmonë risi në shoqëritë njerëzore. Vetë sjellja e të rinjve ndryshon nga brezi në brez dhe nga dekada në dekadë. Nëse më parë të rinjt ishin më të prirë drejt punës dhe të ishin një ndihmës për prindrit, sot ata janë më të vendosur për t'ju përkushtuar më tepër arsimimit dhe të ardhmes së tyre. Sa rëndësi ka edukimi të rinjve? Për probleme të ndryshme në shoqëri, formulat mund të jenë të ndryshme, zgjidhjet mund të jenë të ndryshme, por edukimi mund të themi që është një çelës për të zgjidhur shumë probleme. Edukimi është një ilaç I cili kuron shumë plagë shoqërore. Edukimi është një promotor I cili ndikon në zhvillimet ekonomike, në zhvillimet sociale, në integrime, në procese të ndryshme të shoqërisë dhe të një vendi. Nëse dëshirojmë një shoqëri të zhvilluar, nëse dëshirojmë një vend me prosperitet, duhet investuar dhe duhet punuar shumë në fushën e edukimit për të patur një vend më të mirë, një shoqëri më të mirë të nesërmen. Edukimi I individit ka një rëndësi shumë veçantë sepse fillon moshë të herët të fëmijës, bile sipas disa studiuesve, edukimi fillon me edukimin e nënës, të prindërve po sidomos të nënës. Edukimi është I ndarë në dy procese, në atë formal dhe jo formal. Procesin jo formal është procesi ku prindrit dhe shoqëria e zhvillon fëmijën dhe edukon, ndërsa procesi formal vazhdon me arsimin parashkollor deri në universitet. Drejtojmë disa vlera të cilat janë vlerat universale dhe formojnë kapitalin social të një shoqërie. Për këtë arsye mund të them që edukimi ka një vlerë shumë të veçantë në zhvillimin e individit, por jo vetëm kaq, në formimin e familjes dhe më tej të shoqërisë që cilat ne jetojmë. Duke ju referuar për kufizimet e arsimit ose edukimit në përgjithësi, ai është mjeti dhe mjeti mund të them që çon përpara shoqërisë apo jo. Një shoqëri sa më zhvilluar të jetë, aq më I lartë është cilësia e arsimit aty. Si për shembull vendet e zhvilluara ku zhvillimi është ka arritur kulmin, ti shiko dhe shkollat më të mira, universitetet më të mira aty ndodhen. Besoj që është I lidhur ngushtë, pra edhe është shumë I rëndësishëm edukimi të rinjve për të çuar një shoqëri përpara. Një proces edukimi sa më I plot për fëmijët është kusht për të ardhmen e tyre, por edhe të mbarë shoqërisë. Në një kohë kur materializmi duket se po fiton terren ndaj shpirtërores dhe ndërgjegja e njeriu duket sikur po pëson ndryshime të skajshme e po mbyllet gjithnjë më shumë brenda individualitetit, feja I aftëson të rinjt të zhvillojnë ndjenja pozitive e humane, të kuptojnë të besuarit në Zot, të jenë të moralshëm e të dobishëm, të rrisin ndërgjegjësimin dhe vetdijen e veprimtarisë së tyre. Profesor, a përbën edukimi fetar një vlerë për individin dhe për shoqërinë? Shoqëria njerëzore sot përjeton një krizë të rëndë, dhe kjo është krizë shpirtërore. Të gjithë ato mundësi që ndikojnë për të kapërcyer të krizë të rëndë shpirtërore që po kalon shoqëria, duhen shfrytzuar me racionalitet. Unë mendoj se ndikojnë pozitivisht. Pra, ti heqësh shoqërisë një mundësi të tillë si edukata fetare për ta nxjerrë atë nga kriza shpirtërore, për mua është një humbje. Edukimi fetar në mënyrën e duhur dhe në mënyrë të kujdesshme përbën një vlerë për shoqërinë, për individin. E them në mënyrën e duhur dhe në formë të kujdesshme, sepse është shumë e rëndësishme, sepse në momentin që edukimi fetar nuk jepet me kujdes, nuk jepet duke bërë një studim, një analizë të mëparshme, me të vërtet të gjerë, duke parë të gjithë situatën e shoqërisë, mund të kthehet dhe në një impakt negativ. Unë do ta lidhja prapë me këto shoqëritë e zhvilluara. Nëse shohim këto shoqëri që kanë nivelin e arsimit shumë të lartë dhe teknologjia ka rritur majat, ti shife nga ana morale dhe shpirtërore, domethënë ka një boshllëk shumë të madh.
Edhe këtu e kuptojmë që ky nuk bën patjetër, domethënë arsimi dhe ana shpirtërore ose morale nuk bëjnë pa njëra tjetrën, është një hallkë e pandashme. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishëm për krah arsimit shkencor edhe ana fetare. A duhet të futet edukata fetare në shkollat publike apo jo? Kjo çështje është bërë gjithnjë e më e rëndësishme edhe në Europë. Parimet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe praktikat e disa shteteve evropiane tregojnë se arsimimi fetar, si qasje e fesë në shkollat publike, është në përputhshmëri të plotë me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. A mendoni se është e rëndësishme që të futet në kurrikulën mësimore të arsimit publik dhe privat lënda apo edukata fetare? Për sa përket arsimit të mesëm dhe sidomos arsimit lart, unë e kam sugjeruar edhe më përpara dhe vazhdoj ta sugjeroj që duhen lëndë me zgjedhje, gjithmonë me zgjedhje, pa imponim dhe pa kredite, që individët mos të jenë të detyruar, por nëse kanë dëshirë të zgjedhin këto lëndë. Përveç se informimi të përgjithshëm që mund t'i japin këto lëndë, përveç se njohurive të përgjithshme që këto lëndë mund të ofrojnë, besoj se do t'u japin edhe vlera të ndryshme dhe sidomos ato humanet. Lëndët fetare unë e sugjeroj për të gjitha besimet që ndodhen në shoqërinë shqiptare. Unë mendoj se përfshirja e edukatës fetare në programet e shkollave e përllogaritur mirë sipas grup moshave është një nga faktorët kryesorë të mirë edukimit të fëmijëve, të rinjve, është një nga faktorët kryesorë që i ndihmon ato të kapërcejnë streset e kohës dhe të bëhen njerëz të dobishëm për shoqërinë. Mendoj se është diçka sa e rëndësishme aq delikate, sa e nevojshme aq dhe strategjike, por duhet patur shumë kujdes në përcaktimin e strategjisë përse është e nevojshme nëse është dhe si duhet bërë. Edukata fetare ka qenë pjesë integrale e sistemit arsimor që në hapat e parë të shtetit shqiptar, në vitet 1910-1920, por edhe në kohën e mbretërisë. Mbreti Zog lejoi që në arsimin publik nxënësit të pajiseshin edhe me edukatë fetare. Sistemi komunist e ndaloi atë dhe fatkeqësisht la gjurmë të pashlyera në mentalitetin e shumë njerëzve që u rritën me mësimet e tij. Tani, mbas 2 dekadash demokraci, ka lindur nevoja për rifutjen e edukimit fetar në shkolla. Feja i ndihmon të rinjt të zhvillojnë ndjenjat pozitive si paqja, dashuria, toleranca, harmonia mes njëri tjetrit. Nisu nga kjo, a është e domosdoshme, a bën kjo të domosdoshme futjen e lëndës fetare nëpër shkolla? Natyrisht po. Besimet fetare, këto besimet e mëdha që besojnë shqiptarët, i promovojnë këto vlera që thatë ju. Unë vërej që njerëzit besimtarë në shoqërinë shqiptare janë shumë të qetë, shumë të përmbajtur, janë shumë korrekt në punë, janë shumë bashkëpunues. Pra, feja i ka ndihmuar ata të jenë shumë më njerëzor në marrëdhënie me të tjerët dhe ne kemi nevojë për këtë gjë sot. Përgjithsisht njerëzit që kanë edukatë fetare të shëndosh, që besojnë dhe janë formuar nga pikpamja fetare, këta i përballojnë me lehtësi sfidat. Pra, është e nevojshme edukata fetare, është edukata shëndosh. Në të përmblidhet, si thuash, nektari i vlerave më të mira të shoqërisë njerëzore, që ka dhënë prova se i shërben shumë një shoqërisë për ta rinovuar, për ta pasuruar dhe për ta bërë jetën e njeriut disi më të lehtë përballë sfidave të rënda që përjeton shoqëria moderne. A cënon kjo laicitetin e arsimit shqiptar? Nëse laicitetin e analizojmë sipas një perspektive ose sipas një rrymë të caktuar, laiciteti nuk përfshin fare besimin fetar, thot një rrymë e caktuar. Por nëse bazohemi në teoritë dhe duke parë me të vërtetë se çfarë është laiciteti, laiciteti është i bazuar te promovimi i vlerave universale, është i bazuar te promovimi i të drejtës së lirisë së individit. Dhe nëse besimi është një drejtë e individit, atëherë laiciteti e promovon këtë. Ka një lidhje midis laicitetit dhe besimeve fetare. Për këtë arsye mund të them që laiciteti nuk pengohet, vetëm nëse keq interpretohet dhe keq përdoret, atëherë normalisht do duket si e penguar. Unë mendoj se nuk është shumë e rëndësishme të vëmë përballë të dy terma.
për mua është shumë e rëndësishme që ne ta modelojmë shkollën në atë mënyrë që shkolla të jetë sa më avangard, kuptimin që të ofrojë nxënësve sipas grup moshave, kuptohet, dijet më të avancuara të edukatën më të shëndosh. Dhe në qoftë se dijet fetare, edukata fetare na plotëson këtë detyrim që është kombëtar dhe do ta quaj edhe ndërkombëtar, unë mendoj se ne nuk duhet me lakosim më shumë për termin laicitet. Nuk duhet qëndrojmë sklever të ca paragjykimeve. Gjithçka që ishte bën për parimin e shoqërisë, shëndoshjes së shoqërisë, kapërtimin e plagëve të shoqërisë, shërimin e plagëve të shoqërisë, duhet përkrahur. Duhet përkrahur pa rezervë. Unë mendoj se edukata fetare luan rol shumë pozitiv në këtë drejtim. Është fakt se gjatë gjysmë shekullit të kaluar, vendet e Evropës lindore që u treguan më të ashpra dhe përjashtuese ndaj fesë, ngelën shumë mbrapa edhe në politik, kulturë, teknologji, ekonomi e të tjerë. Ndërsa Perëndimi, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që besimi në Zot e shpreu deri në zemër të materiales, të shkruar mbi dollar, mori frymë më lirisht edhe në fusha të tjera të jetës. Vendet më të zhvilluara të botës kanë në sistemin e tyre arsimor lëndën e njohurive apo edukatës fetare. Është qartësisht e verifikueshme fakti që edukimi fetar ka mundësi të parandalojë ose së paku të zbusë një sër vesesh dhe efektesh negative të shoqërisë në çdo kohë. Nga ky gjykim rrjedh dhe kërkesa e natyrshme e komuniteteve fetare në vend që kultura apo edukata fetare të përfshihen si lëndë, së paku me zgjedhje në sistemin arsimor para universitar publik. Shumë vlera që populli ynë i ka ruajtur edhe në periudhën e komunizmit janë ato norma me burim fetar e besimor, ndërsa problemet dhe braktisja e një pjesë të mirë të këtyre vlerave në kohën tonë nuk janë me burim demokracie, por janë trajtimi i të sotmes me mentalitetin e të djeshmes. Feja, konkretisht Islami, më së shumti merret me çështje të pandryshueshme të jetës, që janë të lidhura përherë me njeriun dhe shoqërinë. Prandaj ato janë të rëndësishme dhe të nevojshme për njeriun në çdo kohë dhe rrethan. Një model i suksesit të arsimit fetar në vend janë edhe medreset. Ato kanë ditur më së miri të gërshetojnë besimin dhe shkencën dhe individ të dalë nga këto shkolla kanë arritur të zënë dhe vendet e para në kompeticione ndërkombëtare. Si është organizimi i mësimit në medrese? Çfarë i bën ato një model suksesi? Po besoj që cilësia e lartë e anës shkencore edhe cilësia e lartë e anës fetare, domethënë përgatitja e nxënësit edhe me dije të nivelit të lartë shkencor, po edhe nga ana fetare të bën besimtar të devotshëm, besoj që e përgatisim nxënës dinjitos. Edhe sikur domethënë ana fetare të jetë një cilësi të lartë, po niveli shkencor, domethënë të jetë jo aq i dëshirueshëm, edhe kjo është një mangësi tjetër. Domethënë këto dyja duhet të jetë në nivel të barazvlefshëm. Kështu që besoj që medreseja këtë ofron. Medreset i korrespondojnë arsimit të mesëm. Programi mësimor i medreseve përfshin lëndët fetare dhe grupin e lëndëve humane e shkencore. Medreset, si institucione fetare, arsimore, kulturore dhe edukative, kanë shërbyer dhe shërbejnë si vatra të kualifikuara të përfitimit e të përhapjes së parimeve dhe moralit islam, njëkohësisht dhe si përhapse të njohurive të përgjithshme shkencore e humane, pa haruar edhe edukimin që i bëhet medresistëve me atë dhe dashurinë dhe respektimin maksimal kundrejt institucioneve të shtetit. Edhe sot, medreset në vendin tonë, të cilat janë nën administrimin e komunitetit musliman, si organi zyrtar i përfaqësimit të besimtarëve musliman në vend, përbëjnë një model suksesi dhe vazhdojnë në traditën e tyre. Cilat janë kushtet fizike, por edhe stafit pedagogjik në medrese? Infrastruktura këtu është shumë e mirë, domethënë kemi mjetët mësimore më të fundit, duke u nisur nga laboratorët për çdo lëndë përkatëse, qoftë laboratorët e gjuhës për sa i përket anglishtes, turqishtes, arabishtes, laboratorët e lëndëve shkencore janë në nivelet më të mira optimale. Për sa i përket stafit pedagogjik, gjithmonë drejtoria jonë mundohet që të zgjedh stafin më të mirë e mundur, brenda mundësive, domethënë, po gjithmonë ky është synimi i tyre. Ka shumë aktivitete,
ka shumë programe, domethënë nxënësi aktivizohet në kulm, po me anë të këtyre aktivitete ne zbulojmë edhe talente, ashtu siç kemi zbuluar. Për shembull, janë bërë edhe aktivitete të ndryshme ku ne nga këtu kemi nxjerrë nxënës që kanë qenë shumë të mirë në lëndë veçanta, si për shembull lëndë shkencore, kanë shkuar të konkurrojnë jashtë, kanë ardhur me medalje. Besoj që këto janë, domethënë, arritje për të marrë në konsiderat. Edhe për lëndët fetare duhet të them që është përgatita shumë mirë, sepse me anë të konkurseve që zhvillohen ndërmjet medreseve, ne disa vite rresh kemi marrë çmime të para. Kështu që është një tregues i fortë për arritjen e lëndëve fetare. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka në administrimin e tij 7 medrese dhe një universitet, Universitetin Bedër. Dhe të gjitha këto ka futur edhe lëndën fetare. Maj sa ju i njihni këto institucione, cili do ishte komenti juaj? Unë kam qenë në disa prej këtyre institucioneve, kam bërë biseda me nxënës dhe studentë në medresen e Tiranës, të Korçës, kam qenë në Universitetin Bedër, dhe për mua këta janë shkolla shumë të mira. Janë shkolla të cilat ofrojnë jo vetëm dije shkencore, ofrojnë gjuhë të huaja, por ofrojnë edhe një edukat, një moral që të shëndosh. Një pjesë të këtyre nxënësve që kanë mbaruar medreset nga pas student në lekë të ndryshme të Universitetit të Tiranës janë djemë dhe vajza model. Janë shumë të edukuar, shumë të sjellshëm, janë shumë të komunikueshëm. Unë mendoj se këto shkolla kanë përhapur në shoqërinë shqiptare një edukat shëndosh. Shpesh ne kemi studuar me miqtë tanë, me njerëzit tanë, ne kërkojmë shpesh të ndikojmë për mirë që të fusin fëmijët e tyre fillimit të adoleshencës, sa që i bie të futen në këto shkolla. Dhe një nga arsyet që prindit duan të çojnë në këto shkolla është se përveç dijes, që është e niveleve bashkëkohore, ata marrin dhe edukatë shëndosh, çka është shumë e nevojshme për formimin e të rinjve sot. Dhe për të ardhmen, sepse këto sot janë të rinj, dhe do të jenë forca kryesore aktive në shoqërinë shqiptare. Cili është objektivi i medreseve sa i përket përgatitjes së individit dhe brezave të ardhshëm? Besoj që qëllimi i medreseve në përgjithësi është të nxjerrim njerëz, domethënë, të përplotësuar si nga ana intelektuale, po edhe nga ana shpirtërore. Ky është qëllimi jon. Arsimi fetar islam privat në vendin tonë nuk ka mbetur me kaq. Komuniteti musliman i Shqipërisë më 2011 themeloi Universitetin Bedër, ku përveç degëve të tjera, ka dhe një departament të shkencave islame, i cili përgatit teologët e ardhshëm shqiptar. Universiteti që ju drejtoni ka dhe një departament të shkencave islame. A mund na flisni pak rreth këtij departamenti, përse duhej, a ka interes për këtë departament? Departamenti i Shkenca Islame është themeluar për të plotësuar një nevojë të vendit tonë, për të plotësuar një nevojë të shoqërisë, për të plotësuar një nevojë të besimtarëve, po jo vetëm. Kurikula e përgatitur, kurikula që zbatohet në këtë departament, është një kurikull bashkohore, e cila merr parasysh patjetër islamin në tërësinë e vet, dhe gjithashtu realitetin e shoqërisë shqiptare për të kontribuar, për të luajtur atë rol të cilën shoqëria jon ka nevojë. Feja dhe kultura në disa raste është shumë e integruar me njëra tjetrën. Dhe ne në Shqipëri kemi nevojë realisht për një besim, për një fe, siç është Islami, ashtu dhe besimet e krishterë, e cila përputhet me traditën tonë, me kulturën tonë, me shoqërinë tonë. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore dhe të themelimit të Departamentit të Shkencave Islame, dhe aktiviteti i Departamentit të Shkencave Islame përqendrohet në këtë filozofi. Ne edukojmë teologët e rinj, teologët e të ardhmes, me frymën e tolerancës, me frymën e harmonisë fetare, për të patur një qëndrueshmëri në harmoni fetare të cilën ne e kemi një pasuri të vendit tonë. Është një departament që ishte domosdoshme për shoqërinë shqiptare. Promovimi i vlerave universale, promovimi i solidaritetit social, promovimi i zhvillimit social dhe kulturor
bëhet nëpërmjet këtij departamenti. Megjithatë, këtu duhet të theksojmë që në këtë departament, përveç njohjes teologjike, rriten dhe zhvillohen individ të cilët kanë vlera humane dhe promovojnë këto vlera humane në shoqërinë shqiptare. Mendoj se është një departament shumë i rëndësishëm, ndoshta më i rëndësishëm i universitetit tonë. Cili është qëllimi i Universitetit Bedër në përgatitjen e individit në tërësi? Në tërësi do të thoja që individi i përgatitur, i formuar në gjithë programet, ose në çfarë do lloj programi, krahas aftësimit dhe formimit profesional, ne i japim një rëndësi të veçantë formimit të atij individi me vlerat universale. Dhe ky individ, në profesionin që do bëjë, që do ushtrojë në të ardhmen, qoftë gazetar apo jurist, mësues apo klerik, të jetë një individ ku pikë së pari të ketë integritet në shoqërinë ku ai jeton. Dhe bashkë me këtë, ai të ushtrojë profesionin të cilin ka mësuar, profesionin për të cilin ai është formuar, në mënyrë më të mirë të mundshme. Domethënë, ne përpiqemi që të bashkojmë një pjesë të rëndësishme dhe shumë të nevojshme të aftësimit, profesionalizmit në atë fushë ku ai studion, me pjesën tjetër e cila është më tepër në formimin e një njeriu me vlera, një njeriu me një dimension moral, me një dimension integriteti të shoqërisë për të patur një shoqëri sa më të shëndosh. I riu është fidani i forcës dhe zgjuarsisë. Po që se edukohet dhe mësohet, mund të bëhet një ante, një fuqi që u premton zemrave ndriçim e botës harmoni. Gjërë në çastin kur t'i shkohet në ndihmë me anë të edukimit, i riu është sateliti dëshirave dhe i kënaqësive boshe të mjedisit ku është rritur dhe do sillet shumë larg personalitetit dhe logjikës. Edukata e mirë që, duke e lidhur atë me të kaluarën e vet, do ta përgatisë për të ardhmen, do ta shndrojë atë në një hero të perspektivës. Lartësimi ose rënja e një kombi varen nga shpirti dhe vetdia me të cilin do të pajiset brezi i ri nga arsimi dhe edukata që do të marrë.